Shumë njerëz kanë filluar të shtojnë pak gjalp në kafe dhe kjo prirje e re mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si ju pini kafen. Në vend të kremit të zakonshëm dhe sheqerit, shtimi i pak gjalpi është diçka shumë e mirë, që sjell përfitime të shumta. Gjalpi është burimi i shkëlqyer i vitaminës A, e cila është e nevojshme për vizion të mirë, funksionimi normal të sistemit endokrin dhe funksione të tjera trupore. Vitamina A është një antioksidant i njohur që ju mbron kundër dëmtimit nga radikalet e lira. Rekomandohet të konsumohet 28 gram gjalp në ditë. Gjalpi është i pasur me vitamin K dhe D, si dhe është një burim i mirë i mineralit të selenit, i cili luan një rol të rëndësishëm në metabolizëm. Shumë njerëz kanë mangësi seleni, ndaj konsumimi i gjalpit mund të jetë një hap në drejtimin e duhur. I kombinuar me një filxhan kafe, si zëvendësim për sheqerin, përfitimet e gjalpit mund të jenë më të mëdha për shëndetin tuaj.